Paramenone një njeri që niku nuk ka pas as buk me hongër e sot është një pej miliarderave më të mëdhenj në botë. E ky është David Vallentas. Edhe kjo shapenini është për një me reale, tash David Vallentas e zotron thujse komplet Bregdetin e Brooklynit New York, edhe e ka shndërru në një pej destinacionave ma të rëndësishme edhe ma të frekuentume në botë. Po dikur që ky njeri, që sot është miliarder dhe nuk ja din skejn pasunis, u konë me një situatë qaq të keqe, sa që e ka shit edhe gjakin e vetë për me ble ushqim. Vallentas nuk ka lind as i pasën e as me një familje të pasën, përkundrazi Vallentas kur u konë i ri ka punu fermer, edhe jeta për të nuk u konë hiq e lehtë, bile ai nuk ka pas hapësirë as gabime me bo. E pe kejtë rrugtimit tina, pe një fermeri në miliarder, Vallentas neve na i ka dhonë disa mësime se qysh me arrit edhe na me bo diçka me jetën tonë, nëse jo më bo milionera, po bile me ndryshu gjendjem në të cilën jena. Vallentas gjatë punës në ferm e ka mësu që për me bo diçka dohesh me i pranu punë që shumica e njerëzve i refuzojnë. Do më thonë, kjo është mësimi që neve na i ka dhonë Vallentas. A i ka thonë që për me bo diçka nuk doni me refuzu punë, edhe në momentin që jeni nevoj nuk doni me këqyrë se qka po punani, gjë që na shqiptarët shumicën e punëve nuk i bojnë avit se po na shet dikush, po na njet dikush në Kosovë, se kur dalim gurbet i bojnë a krejt. E Vallentas ka pranu, do më thonë, me punu edhe deri në pastrimin e rezervarëve të jashqitjeve në për fermë, veç me bo diçka me fitu edhe me një mu familjen e tina, kështu që Vallentas mësimi i parë për ti është mos refuzoni punë. Vallentas ka thonë se gjdo hap i vogël, gjdo punë që ti nuk e dën, po ti e bën, është një hap i rëndësishëm në zhvillimin edhe në cakun ku ti do më arrit, kështu që mos këqyrni qa po bëni, po veç bëni diçka. Përderisa punon të ferm, edhe jo të i pëlqy puna që të e bo, po të mëse pas qare se do të me inimu familjes, Vallentas ka nis me kuptu që kjo pun nuk ka me i dhonë ati qka po dënë edhe njohurit e vogla për fermën, nuk kanë me qu kërkon përderisa ai nuk ka kapital për me investu me një fermë nëse veç dënë me bo diçka t'illë. Kështu që Vallentas ka tentu me u njoft me njerëz që me fitu pej përvoja ftyne, edhe me majnë e njohuri, i kontakt që herdo kur njetë kanë me të gjinë. Dhe a ke pa edhe një punë vogël me ja kry dikojna, nuk i dijet jetës edhe kam i ardhëreni me ta kthy edhe ai ty. Kështu që edhe Davidi e ka njeh që të sen. E bashkë këtu, Vallentas na jep neve edhe mësimin e dytë që mos me u friksu pej ekspozimit, dhe më thonë, mos u friksoni me dal me njerëz, me u po me njerëz, qoftë ata të rangut social ma të mdhaj ose ma të ullt, se cili njeri e ka vlerën e vetë, dhe se cili takem e ka rëndësinë e vetë që ty ka me të ndimu diçka. Kështu që Vallentas ka thonë mos u friksoni prej ekspozimit, po vazhdoni se herdo kur këta njerëz kam ju vyt, edhe një takim ma i vogël me një njeri nuk i dijet kur dikur ka me mujt me ndërru rrjedhën e jetës tonë. E bashkë të takime me qëta njerëz, Vallentas kanë mi kry punë mas shumë viteve që ai me mujt me kriju shumë pasurit të patunshme që ja u ka po hojrin. Kur nisi me vyt ka pak, me fitu ka pak, ja nisi edhe me investu, edhe me uzgjenu, dhe me thonë po bashkën që të kohën kur ai filloj me investu, ja nisën mi dalë senet ka pak pidorës, e që tu na jep edhe mësimin e radhës, ku ai thot që mos investoni në senet që nuk mundi mi zotnu, dhe me thonë që shtojnë të na, dy busana me një dorë së një qënë. Kështu që qado që ta mërmeja që ti më nëshmi dalë zot, meret, koft, po më sushtri gjithka ku ti nuk mund. Edhe ai këtu e ka fillu, e ka po që kitë pronat e veta që ka nis me investu edhe nuk ka mujt me u marrë me to, ka nis mi u bo mak dhe problemet mëdhaja që nuk i kanë lorë rahat, nuk i kanë lorë me flejt, i kanë dalë pidorve, kështu që ai ka vendosë që ketë këto me i fut në zotrim të kompanisë vetë, ku më na gjonë për kompanisë, për njerëve që kanë fillu me punu ka pak për to. Kështu që edhe kjo është shumë një mësim i rëndësishëm për Vallentas që shtri kom sa ki arganin. Një mësim tjetër për ti është me njek instiktet tona. Do më thonë nëse ty ta merr meja që qështu është,
qashtu është, qashtu bëje. Ky e ka njeh shumë instiktin e vet, edhe ka desh gjithë me u marrë me pasuritë patundshme, edhe ka vazhdu, edhe ja ka poharin, kështu që nëse keni një instinkt për një diçka, mos u merrni me llafet njerëzve që bëhet, s'bëhet, nuk bën kështu, po njeh instinktin tënd. Po flasëm për instinkt real, jo instinkt veç po ma merr menja mu që kështu edhe pa pas plan, pa kur gjë, po njekni dëshirat e juve, instiktet e juve, ku ja u qet mirë, edhe besojmë që ka me ja u qit mirë. Ky është mësimi prej tij. Është një pjesë që quhet Dumbo në Brooklyn të New Yorkut, edhe para se me marr Vallentas, aty u kon gjithçka shkatrume, edhe njerëzit e kanë pasur një zonë jo me perspektivë, një zonë ku nuk ka përfitime, edhe jenë largu prej saj, edhe bashkë moment kë e ka po që të është potenciali edhe ka besu në to, kështu që ai e ka marrë përsipër që me investu në to, edhe mësimi i pesë prej Vallentas është që me i marrë rreziqet e mëdhaja, dhe më thonë, du të me rreziku. Na shqiptarët shpesh e kena diqysh e dojna veç të sigurtën, po nuk shkojnë seneve të sigurt. Ky ka thonë që nëse doni me fitu, edhe me përparu, doni me pas guxim me i marrë rreziqet e mëdhaja. E tash, rreziku që e ka marrë Vallentas është që pej një zone rurale, pej një zone e dopt, pa perspektivë të Dumbos, ai e ka kthy Dumbon në një prej qendrave më të mëdha të botës, me apartamentet më të mëdha, me bizneset më të mëdha, qendër kulturore ku është pikë ndër pikat kryesore të New Yorkut. E bash thashë një burr, kështë të menu një burr të suksesshëm, edhe thash nuk e përmeni gruin e vet, po tash në mësimin e fundit, Vallentas se përmen gruan. E ai e thekson rëndësinë më të madhe të partnerës. Do më thonë një pej arsyeve kryesore që ai ka arrit me i bokejt këto, ka qenë partnerja e vet Jane, e cila e ka pas menjën pak a shumë sikur kë, edhe me guxim, edhe i ka dhënë shumë ide të ndryshme se si ai me vazhdu. Jo veç që u kon mbështetje për to, po edhe i ka dhënë ide, mendime të ndryshme, perspektiva se qysh edhe ku mundet me vepru diçka ku ka me pas përfitime. Kështu që një pej kritereve kryesore për me qenë i suksesshëm është me pas edhe një partnere ose partner të kundërtën për femrat, se është problem ata që kryt e shtëpia, qoftë burri se gruaja, edhe ti me vyt në biznes është kogja problematike. E sot pasuria e tij i kalon miliardat, do më thonë ai ka kompania e tij 2-3 Management, vlerësohet që ka miliarda edhe ka shumë apartamente në Brooklyn, shumë apartamente të ndryshme, shumë pasuri të palojshme në New York, e projekti kryesor i tij është Dumbo, për cilin edhe folëm. Dumbo nuk është vetëm një zonë turistike, shtrejt në Brooklyn, po është vizioni edhe ideja, guximi, rreziku i një fermerit vogël, i cili e ka shit gjakun e vet për me ushqy. Kjo është Dumbo, vizioni, guximi i një njeri të ri. E nëse po të vjen inspirim, David Vallentas është një prej atyre njerëzve që prej me mujna me marrë inspirim prej tina, tu e pas se qysh ka arrit komplet jetën e tij me zhvillu edhe me mrri pej pikës 0 në miliard, që për shumë njerëz është e paparashikueshme, e pakapshme, e papranueshme, edhe sot që kanë me mujt me bëu diçka, po për me arrit diçka një jetë edhe të inspiru pi Vallentas, na vjen me kuptu që mos mu dorëzu kurrë, me njeh instiktet e tua, me i kërku mundësit, me marrë rreziqe të ndryshme, po edhe mi pas njerëz e duhur rreth vetes.